kandidatë e komunave që në ballotazh me lidershipin e LDK-s, sot jemi takuar në oranin 19, sot kemi pas konsultimet finale lidhur me angazhimet konkrete për çdo komunë specifikisht, aty ku LDK është partia e parë, aty ku LDK është partia e dytë dhe aty ku LDK është partia e tretë, si rasti Vushtrisë. Cila është motivi dhe arsyeja që më bind mu në me dhënë prioritet për një nguti të tillë me shkaktu formalizim të marrëveshjeve të një partie në garë ku janë në PDK dhe vetëvendosje. Ta mendsojmë një gjë, zotë Azir, në kuadër të kësaj, të argumentimit tuaj. Shembull, mundësia që të ndërtohet një koalicion i ri dhe të ndryshohet diçka në pushtetin lokal. Shembull, nëse këtë rast subjekti juaj politik ka dalë treta, të marrin drejtori, të udhëheqin edhe të përcaktojnë një vizion të përbashkët, shembull me kandidatin që vjen nga lëvizja vetëvendosje. A është sakrilegj shkohet me lëvizjen vetëvendosje në koalicion? Nuk ka të bëj këtu ky relacion, thjesht. Ka të bëj se ngara PDK edhe VV për ekzekutiv. E roli i partisë tonë, atë ku jemi partia e parë, dytë edhe e tretë, definohen mbi bazë të fuqisë politike që e kemi rri. Po. Dhe funksionarët bartin përgjegjësi politike, por nuk do të thotë që është përfaqësuesi i vetëm i shprehjes vullnetit votuesve tonë atje. Kjo e kërkon ato që unë përquj koordinim niveleve përbashkëta politike, sepse analizohen detaje interesi i qytetarit atje, jo këtu, Prishtinë, jo në një region caktuar, po atje, cili është interesi. Ne kemi pa edhe reagime, edhe zhvillime tjera, reagime tjera që kanë ndodhur atje. Krejt çka unë e kam nxjerr përfundimisht dhe pas takimeve që ne kemi pas sot në mesditë edhe me komuna tjera, edhe si leadership, është ka ndodhur pa koordinim tonën dhe krejt çka është tonë deklaratë, s'kam shka me shtu as me kur gjo. Deklarata ka qenë e përbashkët, ulshu në emën të LDK-s dhe natyrisht ne qëndrojmë prapa saj. Po, ju qëndrojmë prapa saj. Prapa kësaj deklarate. Po informacionet fillestare që zoti Azirit ta shoshisim këtë çështje që zoti Abdigjiku ka qenë i njoftuar lidhur me këtë çështje e më pastaj sikur i ka rënë pishman. A qëndron kjo apo është në kuadër në vazhdon e spekulimeve në një betejë të brendshme brenda subjektit politik? Unë nuk i besoj dy tregimeve, dy të vërtetave këtu, as gjysmë të vërtetave. Unë e besoj asaj që sot në komunikim ta kemi zyrtar, ne në mënyrë intenzive e kemi diskutuar, kemi analizuar dhe kemi konstatuar bashkërisht. Gjithçka që del për te i kësaj është ma shumë me paragjykueshëm, me spekulu, asnjëherë unë e rezervohem s'pako me spekulu edhe me paragjyku situata. Për mendim temin, këtu ka pas rol sikur çdo situatë tjetër, zoti Kurti po vazhdon me mendësi dhe me metodën e njëjtë me ndërtu interesa politike që çojnë drejt maksimalizimit të rolit tij apo të partisë tij pa marrë parasysh pasojat, rrethonat dhe ndikime tjera. Kjo nuk kupton që zoti Kurti targeton situata tilla dhe i maksimalizon. Tash ka gjetë një terren, as ka gjetë, kjo çështje që ne mund ta debatojmë. Por edhe për mua dhe dje ka qenë befasi e reagimi i AK-s Fush Kosovë, pavarësisht sa vota i ka në Fush Kosovë. Sepse e ka të bëjt drejt për drejt kundër LDK-s. Edhe se kemi pritur këtë të AK-s? Ne kemi cilësu si rast izolum. Sot dëgjova pashtu që edhe AK-ja ka cilësu si rast izolum. Si rast izolum, po ne kemi realizu si rast izolum jo në koordinim me ne, jo në bashkëpunim me ne dhe jo me pëlqimin e Lumia Abdigjiku. AK kishte vendosur që para se ta hapim këtë temë, natyrisht edhe vis-a-vis natyrisht konkluzave të sotme të takimit që i keni patur si kryesi bashkë me kandidatët për kryetar, por AK sipas informacioneve të mia ka vendosur që krahas Prishtinës secileve nga degët ju jep autonomi për të vendosur natyrisht se cili është interesi. Shembull, nëse është një unik ta kërkojnë mbështetjen e VV-s. Ose nëse është në pej eventualisht që mund t'i ndihmoj Gaz Mohaxherit, LDK-s ose eventualisht Taulant Kelmendit të vetëvendosjes të vendos atje. Njërën ose tjetër po, ose Gjilan shembull të vendos ta mbështes Arber Ismailin ose kundër kandidatin eventualisht. Po jo për Prishtinë ka thënë që do të ketë kryesia. Nuk besoj që ka parti politike më të zhvilluar në demokracinë brendshme edhe në të drejtë se sa LDK-s në Kosovë. Sot e 20 vjet, po flasim për mandatin e fundit, tash ku jam tash, nuk ka
leadership e cila